Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka prezantuar një program të ri që synon fuqizimin e grave dhe vajzave shqiptare nëse koalicioni që ai drejton fiton në zgjedhjet e 11 majit. Gjatë fjalës së tij në ditën ndërkombëtare të grave, Berisha ka akuzuar me tone të ashpra kryeministrin Edi Rama duke quajtur atë kryeministrin më mizogjen që ka pasur Shqipëria dhe Europa. Kryeministri Edi Rama është kryeministri më mizogen që ka patur Shqipëria ndonjëherë dhe që ka njohur Europa. Ato shpërthime që pat ju, pa qira Tovolinës, ato janë të zakonshme në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Janë të zakonshme në ditën e tij të punës. Ndaj edhe ai nuk thot dot një fjalë të vetme në mbrojtje, në mbështetje të grave dhe vajzave. Nuk ka një projekt të vetëm. Nuk mund të tregojë kjo qeveri një projekt të vetëm, me të cilin ajo lufton për suksesin e tyre. Ai ka denoncuar gjithashtu abuzimin me një fond prej 60 milionë eurosh që kishin ardhur nga qeveria franceze për mbështetje të grave shqiptare, të cilën i quajti të vjedhura dhe të humbura për shkak të përfshirjes së tij në buxhetin e shtetit. I akordoi qeverisë shqiptare 60 milionë euro të destinuara për ndihmën e grave. Dhe ç'është e vërteta, unë e vlerësova. Po pse ku shkuan ato? Ato u futën në buxhet për të vjedhur. 60 milionë euro nuk ishin pak, se me 60 milionë euro mund të zbusje kredit e mira grave në biznes. Me 60 milionë euro mund të mbështesje mira start-upe të tyre. Mund ndërmidhje pra ishte një plus që ligji e kërkon se në ato 60 milionë euro të ofruara ndihmë bujare do të fushë edhe ti një fond, do të fushë edhe ti një përqindje për të treguar, por aty ky fond kaloi i tëri, u trupzuar në buxhet dhe humbi krejtësisht destinacionin e tij. Berisha ka garantuar se nëse Partia Demokratike do të vijojë në pushtet, do të realizojë politikat që mbështesin aktivitetin e grave dhe vajzave dhe do të luftojë për të ulur varfërinë në vend.